Mimoza Ahmeti është kthyer padyshim në një nga personazhet më të dashur dhe më të komentuar të Ferma VIP 3, duke shfaqur përpara publikut një dimension të saj në shumë të lirë, të qetë dhe në paqe të plotë me veten. Por shumë vite më parë, eksperienca e saj në një tjetër reality show të madh përfundoi në mënyrë të papritur dhe të mistershme. Gjatë një interviste, ish autorja Big Brother Albania 8, Zefina Hasani, ka ndarë një prapaskend të paditur më parë, teksa paneli po diskutonte dinamikat e fundit të Ferma VIP dhe aludimet rreth raportit të Mozës me Adionin. Zefina zbuloi arsyeën e largimit të poetes nga karrierja e opinionistes vetëm 3 javë pas nisjes së atij edicioni. Arsyeja duket mjaft surprizuese, sidomos kur mendon profilin e fortë dhe moskokçarës që Moza ka kultivuar ndër vite në publik. Zefina tregoi se ajo qëndroi vetëm 3 puntata sepse nuk e përballoi dot presionin virtual. E kemi marrë opinionistet e Big Brother i dytë që bëra, por ndenji vetëm 3 puntata, sepse u friksua shumë nga komentet në Facebook, zbuloi ish autorja e programit. Ky fakt shkaktoi reagime të menjëhershme dhe habi në studio. Armand Peza, pjesë e panelit, u shpreh i befasuar. Jo, i bëjnë asaj përshtypje këto? Zefina shpjegoi më tej se situata kishte agravuar pas një debati të fortë që Moza pati me një nga banorët e atij edicioni. Përplasja solli një lum komentesh ku disa e mbështesnin dhe të tjerë kritikonin ashpër. Trysnia ndaj opinionistëve ishte e madhe dhe shkrimtarja nuk mundi ta menaxhonte këtë ngarkesë emocionale. Pavarësisht përpjekjeve të stafit për ta bindur të qëndronte, vendimi i saj ishte i prerë për të u tërhequr. Një tjetër detaj prekës që u theksua gjatë bisedës ishte ndjeshmëria e lartë e Mozës për mënyrën se si perceptohet nga njerëzit. E ka vuajtur që njerëzit nuk e kanë kuptuar dhe frika që pati te Bigu ishte pikërisht kjo, shtoi Zefina. Kjo shpjegon më së miri edhe një deklaratë të ndjerë që vetë shkrimtarja bëri pak ditë më parë brenda Ferma VIP, ku u shpreh çliruar që publiku më në fund po e kuptonte dhe e donte për atë që është, duke e përmbushur atë shpirtërisht. Kujtojmë se edicioni i 8 i Big Brother Albania moderoi asaj kohe nga Ledion Liço. Pas largimit të papritur të Mimoza Ahmetit, produksioni vendosi në rolin e opinionistes gazetaren Mira Kazhani. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.